Shihen borxhet tatimore dhe doganore hynë në fuqi nga data 10 qershor. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar këtë të premte 15 maj nisjen e zbatimit të ligjit të ri për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore. Masa ere fiskale parashikon lehtësi për tatim paguesi duke filluar nga data 10 qershor 2026. Sipas njoftimit zyrtar, tatim paguesit do të kenë mundësi të përfitojnë falje dhe ulje të detyrimeve në disa kategori në varësi të periudhës dhe pagesës së kryer brenda fateve të përcaktuara. Për detyrimet e periudhës 2020-2024 parashikohet që gjobat dhe kamatvonesat të fshihen plotësisht me kusht që të paguen 100% e principali deri në 31 dhjetor 2026. Ndërkohë për detyrimet më të vjetra, skema e lehtësimit fiskal parashikon fshirje të plot detyrimeve tatimore deri në 31/12/2014, falje për 50% të principalit për detyrimet e nivelit 2015-2019, ndërsa pagesa kryhet deri në 30/6/2026. Falje prej 25% të principalit për të njëjtën periudhë 2015-2019, nëse paguhet 75% e detyrimit deri në datë 31/12/2026. Drejtoria e tatimeve thekson se qëllimi i kësaj mase është lehtësimi i barës financiare për bizneset dhe individët si dhe përmirësimi i nivelit të arkëtimeve në buxhetin e shtetit.